Miqtë e mi ju përshëndes dhe ju falenderoj që jeni me ne sot në programin Po Zot. Programi ynë i sotëm do të na kthej pas në kohë në Shqipërinë e vitit 1991. Varfëria ishte e madhe dhe nevojat ekonomike të panumërta. Në një kohë shumë të errët për kombin ton, Zoti do të dërgonte misionarët e parë që me shumë guxim dhe pasion do të ndanin lajmin e mirë ku të mundnin, në rrugë, në spitale, në familje apo në shkolla. Ata flisin me fjalë, por shumë shpesh flisin edhe me ndihmat fizike për cilat kishte kaq shumë nevojë. Djem dhe vajza të rinj kurioz do të bashkoheshin në këto takime të pazakonta, ndonjëherë të etur për dije dhe herë të tjera për të qenë bashkë me shokët dhe shoqet e tyre. Kështu ndodhi edhe me mikun ton të sotëm. Si ideal adoleshent i indoktrinuar si çdo fëmijë tjetër në shkollat e Shqipërisë komuniste, ai kishte shumë pyetje për njerëzit e besimit. Kush e ka krijuar Zotin? Nëse Zoti është i vërtet, pse nuk e ndalon të keqen? Pse ka kaq shumë ligësi në botë? Kërkoi për shenja nga Perëndia, por ato shenja nuk erdhën kurrë. Gjithsesi, vazhdonte të takojë me këtë grup besimtarësh për më shumë se 6 muaj, derisa një ditë krenaria e tij u thye dhe ai ja dorëzoi jetën e tij Krishtit. Ju ftoj sot të ndjekim një rrëfim besimi të një drejtuesi që na frymëzon të gjithëve me zemrën e tij prej shërbëtor që ka zgjedhur çdo ditë të vrapoj pa u lodhur për të përmbushur thirrjen e tij. Mua më quajnë Plator, edhe jam Plator Çollaku, jetoj në Maliq, është një nga bashkitë e dyta në rrethin e Korçës, në zonën e Korçës. Jemi duke punuar në 95 fshatra edhe qytetin e Maliqit. Kjo është një punë që ka filluar në vitin 91. Unë nuk e dija që do esja në këtë drejtim në jetën time. Edhe as nuk e kisha imagjinuar dhe nuk e kisha një dëshirë të tillë që isha një nga ndjekësit e Perëndis. Në vitin 91, shkolla tonë nuk ishte xhama. Një grua që quhet Mama Lida, që quheshe, ajo ka vdekur tani, në fakt në atë kohë ishte 90 vjet, edhe unë nuk e di se si vinte ajo nga Hollanda në Shqipëri, solli disa xhama për shkollën tonë. Një nga drejtuesit e shkollës ishte shumë i gëzuar që ajo erdhi në shkollë, edhe ju e dini si ishte historia e Shqipërisë në vitin 91, që kur vinte një huaj, ishte një gjë e madhe, sepse Shqipëria ishte një vend i mbyllur. Edhe të gjithë mosha tonë e din, po brezi i ri ndoshta nuk e ka ditur se çfarë Shqipërie kishim ne më përpara. Ajo solli xhama për dritaret e shkollës dhe në një moment ajo i thotë këtij drejtuesit të shkollës, a mund t'ju jap këtyre njerëzve një Bibël? Edhe ai tha, jo, shkolla është laike, nuk është e lejuar. Në këtë moment ai del jashtë, kjo grua nuk ndaloi atje, ajo na dha ne si klasë nga një Bibël, që ishte në atë kohë jo Bibla e plot, se nuk ishte përkthyer akoma, ishte përkthimi i Konstantin Kristoforidit, një Bibël blu errët, që ishte vetëm Dhjata e Re dhe libri i psalmeve. Mbrapa Biblës ajo shkroi adresën e një shoqes tonë Vangjit, që ne mund të takoheshim çdo të mërkurë në ora 4 tek shtëpia e saj për një studim biblik. Unë nuk shkova herën e parë, sepse nuk kisha asnjë interes tek fjala e Perëndis. Edhe kur e mora atë Biblën, mendova për një fat të mirë edhe vendosa atje në librarinë e shtëpisë. Por nuk e lexova kurrë deri në momentin që pata një ndryshim radikal në jetën time. Nuk shkova javën e parë, por javën e dytë një shoku im më tha hajde sepse atje janë disa nga shoqet tona që ne kalonim kohë, e tham do shkojmë në studim biblik. Kështu që shkuam në studim biblik, por kisha vendosur ta shkatroja atë studim biblik duke u përgatitur si ateist që isha me pyetjet më të vështira që mund të bëja. Një nga pyetjet ishte kush e krijoi Zotin. Nëse Zoti është i mirë, pse ka kaq shumë ligësi dhe kaq shumë probleme në këtë vend. Drejtuesi i atij studimi biblik ishte një person i cili ishte i ri në besim për veten e tij, po kishte zjarrin e Perëndis për t'i treguar atyre njerëzve. Në një moment, në javën e 6, ai ngrihet nga karrigas ku je ulur ti dhe më kap në gryk dhe më thot ti do kalosh të jetën tënde në ferr dhe ti nuk e di çfarë është ferri, ti ke filluar ta jetosh që këtu. Mbeta i shtangur, ai vite më vonë më tha mua që ishte momenti i fundit, nëse unë nuk mbyllja gojen, ai nuk do të kishte vazhduar studimin biblik. U ktheva në shtëpi dhe mora atë Bibël si çdo Bibël tjetër. Nuk dija si ta lexoja dhe e lexova, shkova tek Mateu,
kapitulli 7, vargu 7, kërkoni dhe do t'i gjeni, lutuni dhe do t'ju jepet, kush kërkon gjen. I tha Zotit, në qoftë se je i vërtet, trondit e këtë dhomë për mua, por asgjë nuk ndodhi. I tha, shiko, gënjen. E i thash, po në qoftë se je i vërtet, hape dritën, as drita e dhomës nuk u hap. I thash, në qoftë se je i vërtet, shansi i fundit Zot, hape derën, pas dera nuk u hap. Gjithsesi unë vazhdova të shkoja rregullisht në studimin biblik dhe pas 6 muajsh, për shkak të idhërimit që kisha në zemrën time, isha penduar shumë dhe kërkova Zotin me të vërtetë të vinte në zemrën time. Po i njëjti drejtues më tha mua, a mund të lutesh për ne? Unë surprizova dhe veten që u luta. Unë nuk them që kisha një moment në jetën time që ndodhi një razjar nga qielli, një tronditje dhome apo një hapje dere. Unë besoj që ishin ato 6 muaj që Perëndia punonte ditë për të ndryshuar jetën time dhe krijoi një bindje të thellë në të njëjtin drejtim që vazhdon edhe pas 35 vitesh në ditën e sotme. I njëjti person së bashku me gruan e tij çdo të prente dilnin pasdite në parku i Korçës, me anë të pikturave tregonin histori të ndryshme për njerëzit në mënyrë që ata të njihnin Perëndin. Gruaja e tij më thot një ditë, Plator, ka mundësi të vish në na ndihmosh ne nga parku për të mbajtur sketchboardin, në mënyrë që ne të vazhdojmë pikturimin, se ata flisnin nëpërmjet pikturave për fjalën e Perëndis. Thash, po mirë, kjo është një gjë e vogël për të folur, nuk jam unë, thash, por mund t'ju ndihmoj. Ëndra ime ishte të vazhdoja shkollën edhe të isha njeri i ditur. Dhe isha një student i mirë. Shkuam në park çdo të prente, unë baja sketchboardin, gruaja e tij pikturonte dhe fliste një mesazh për Perëndin, ai tregonte dëshminë e tij e kështu ndodhi për kohë të gjatë derisa kisha e Korçës u mbush plot në atë kohë. Edhe në një moment, nga java e 4 ose e 5, nuk e mbaj mend, që unë vazhdoja të shkoja me ata, gruaja e tij thot, ne jemi 3 persona këtu dhe kemi dhe një person të tretë që do të tregoj dëshminë e jetës së tij. Thash, po këta 2 janë, ku është i treti? Tha, kemi Platorin këtu, tha. Unë ndodha i papërgatitur për të folur përpara një turme të tillë. Po tregova përse kisha vajtur në studim biblik, edhe se si Zoti më kishte ndryshuar jetën dhe më kishte krijuar një bindje që të largoja urrëtitjen që kisha në zemër dhe Perëndia e bëri. Pati shumë pyetja të natë, por disa prej atyre njerëzve që ishin në atë turm, rreth 100 njerëz, erdhën ditën e diel në kish. Fillova t'i bëja vetes pyetjen, ashtu siç Perëndia po i përdor këta njerëz, ndoshta Perëndia do më përdor dhe mua. Unë nuk e dija se si Perëndia do më përdorte, por kjo është një histori që kam dëshirë ta tregoj më vonë. Unë së bashku me këtë çift vazhduam ungjullëzimin për 2 vjet në zonën e Korçës. Ne dilnim në vende të ndryshme, shkonim në fshatrat e Korçës dhe ndanim ungjillin. Kisha disa njerëz që ishin mentor të mi si Caci, një nga besimtarë që i qëndroi besimit edhe në kohën e komunizmit. Bilaj pati korespondencën e tij me Edwin Jacksin në vitet 80 për të thënë se ne vazhdojmë blidhemi si grup akoma. Kisha një nga njerëzit e familjes time që ishte një person shumë i jashtëzakonshëm dhe miq të familjes tonë, bashkë me fëmijët e tij dhe me prindrit e mirë, sepse punonin në institucione të ndryshme, siç ishte Ligor Çina, presidenti i parë i Vllazërisë Ungjillore Shqiptare. Ishin njerëz që vërtet ndezën një zjarr në zemrën time, atë lloj zjarri që unë fillova të shikoja me sytë e mi se Perëndia ishte vetmja shpresë që njerëzit e mi dhe populli im kishte nevojë. Pavarësisht gjërave të tjera që bëja në jetë, Perëndia ishte ai që ishte i jashtëzakonshëm dhe i rëndësishëm. Më mbahet mend, ne shkuam për ungjillëzim në një fshat që quhet Mollas, në zonën e Ersekës. Për herë të parë kam predikuar atje në rrugë. Ky ishte predikimi im i parë. Dhe tema ishte si mund të gjejmë lumturinë e vërtetë. Ishte një ditë e zakonshme ku mblodhen goxha gra dhe goxha vajza. Pa asnjëherë në jetën time nuk kisha parë aq njerëz me shumë inat në një predikim. Edhe kur predikonin ata amerikanët dhe anglezët që kisha me vete, ishte më lehtë se sa ishte dita e parë e jetës time dhe unë aty po mendoja, jam unë i thirrur apo nuk jam unë i thirrur. Ishin 2 vajza, Eriola dhe kushërira e saj nuk e mbaj mend emrin sot, që ishin pjesë asaj turme dhe në një moment kur unë thash
që Krishti është e vetmja shpresë për ne, ato morën gur dhe filluan të më gjuanin me gur dhe pata një plag në kokën time që rrite gjak. Por unë nuk e ndalova predikimin. Eriola bën një pyetje nga turma dhe thot, çfarë ka bërë Zoti për ne? Dhe i thash, ju po mbillni gur për Perëndin dhe gur po korni. Ju nuk mund ta imagjinoni dot qetësinë që ra në atë turmë atë ditë pas shprehjes time. Ne mblodhëm gjërat dhe ikëm me fugonin ton. Asnjëherë nuk e kisha imagjinuar që Perëndia mund ta kishte përdorur edhe një takim si ky. 5 vite më vonë, ishte 5 vjetori i Ungjillit në Shqipëri, edhe në Korçë ne organizuam një festë në teatrin Anton Zako Çajupi. Predikuesi që kishte ardhur nga Amerika tha, a ka një person këtu që dëshiron të falenderoj dikë për atë që Perëndia ka bërë në jetën e tij. Këto dy vajza, Eriola dhe kushërira e saj dolën në skenë dhe tham ne duam të falenderojmë atë djalin atje, sepse ai erdhi në fshatin ton. Unë nuk i njihja deri në atë moment dhe ndau me ne ungjillin, edhe kur ne goditëm me gur, ai vazhdonte të fliste. Por shpreha që ai tha të ditë vazhdon të ndikulloj në zemrat tona edhe sot, se ne po mbjellim gur për Perëndin dhe po korrim gur. Unë dua një jetë të re dhe kam vendosur ta ndjek Perëndin. Tani Eriola ishte studente në atë kohë në Universiteti i Korçës. Sot Eriola është drejtuesja e qendrës ditore për fëmijët e rrugës që ne kemi si kish, është menaxherja e asaj qendre. Mbaj mend ai takim që ishin për 5 vjetorin, ai person tha, kush ka një thirrje nga Perëndia për të ndjekur Perëndin në jetën e tij dhe për të ndryshuar kombin e tij, le të dalë këtu përpara. Dhe mbaj mend rreth 30 veta kanë dalë në skenë atë ditë, por planet e mia ishte shtator, planet e mia të shtator ishin që unë të shkoja në Universitetin e Tiranës, kisha fituar dhe një bursë për shkak të notave të mira që kisha dhe nuk kisha shumë dëshirë të humbisja të ardhmen time duke u bërë pjesë e një grupi. Thash Perëndia do më përdor në mënyra të ndryshme. Atë natë u ktheva në shtëpinë time dhe një nga këta të huajt flinte në shtëpinë tonë. Ai tha, Plator tha të shikoj shumë të shqetësuar. I thash, ndjej në zemrën time një thirrje, nuk e di çfarë është, por sikur Perëndia më thot ler një gjë dhe ndiq një gjë tjetër. Edhe ai tha, unë do lutem për ty. Unë mendoj që ky ishte momenti i parë në jetën time kur unë e ndjeva thirrjen e Perëndis. Edhe ishin 2 arsye atë ditë. Një ishte ajo vajzë që doli në skenë dhe tha dua të falenderoj atë personin atje se nëse nuk ishte ardhur në fshatin tim, jeta ime nuk do kishte ndryshuar. E dyta ishte thirrja. Unë e mbaj mend atë predikuesin, ishte Bobby Moore, ishte nga World Challenge. Edhe ai tha, edhe mbaj mend atë predikues që më ftoi të ndiqja thirrjen e Perëndis. E refuzova në fillim, pasi puna e jonës, në çfarë do lloj drejtimi të kthesh, ti prap do kthehesh tek Perëndia. Dhe po atë vit, unë fillova shkollën biblike, që ishte një institut 3 vjeçar, dhe vazhdova të bindjen në atë drejtim për gjithë jetën time. Nganjëherë thirrja e Perëndis i bën të krishterët të ndjekin Jezusin. Nganjëherë i bën të shenjtërohen, të dëshmojnë për ungjillin, të shërbejnë në kish sipas dhuntive të tyre, dhe kjo është thirrja e Perëndis që i bën disa njerëz ungjilltar, misionar, pastor kishash, apo çfarë do lloj gjëje tjetër. Nganjëherë Perëndia flet me atë zërin e përulur. Nganjëherë krijon në zemrën tënde atë dhimbjen e thellë për njerëzit e tu që dëshiron të shikosh të shpëtuar. Unë i rezistova, domethënë kësaj thirrje, për 1000 arsye. Edhe unë e vazhdova edukimin tim edhe në mënyrë tjetër. Nuk ishte një gjë që kjo më bëri të pengoja të edukohesha. Përfundova edhe një shkollë në Shtetet Bashkuara, në të njëjtën kohë, por në të njëjtën kohë ishte një dëshirë e fortë për të shërbyer Zotit, ishte një peshë e rëndë që nuk largoheshe kurrë nga zemra. Edhe kjo fitoi mbi dëshirat e mia. Edhe unë besoj që çdo individ mund të ndodhet në të njëjtën mënyrë. Sidomos sot ku Shqipëria është në një stad tjetër zhvillimi dhe ku materializmi është në një stad shumë më të lartë se vitet 90, tundimi për ta jetuar jetën në botë është shumë më i madh se sa tundimi për të shërbyer Perëndis. Por duhet vesh në balancë që Perëndia të fitojë mbi çfarë do lloj dëshire. Tani, jo të gjithë njerëzit do të jenë misionar, ungjilltar, pastor,
drejtues fondacionesh apo drejtues radios. Disa prej nesh do të shërbejmë edhe në komunitet, në punë të ndryshme, mund të jetë mjek, mund të jetë infermier, mësues, artist. Ati ku je, shikoje si fush misione, sepse nuk është vetëm pastori tënd i thirrur apo misionari i thirrur. Çdo njeri është misionar atje ku ai shërben. Lejoj këtë zjarr të brendshëm të përvëllojë dëshirën tënde egoiste për një jetë tjetër, edhe për një jetë të rehatshme, edhe pa kokçarje. Është më lehtë jetosh duke mos e njohur të tjerë që ti beson tek Perëndia, sepse në ditët e sotme opinioni të vret. Njerëzit e tu të afërm të vrasin me fjalët që ata mund të thonë, por në të njëjtën kohë dëshira e Perëndis qëndron edhe zjarri i Perëndis qëndron shumë herë më fort se sa zjarri i kësaj bote. Shërbesa nuk është një fush me lule. Ti jemi sinqert, edhe ti e di, Enkelejda, që shërbesa është një zonë shumë e vështirë. Kur e shikon nga jashtë, duket një gjë e lehtë, por kur e shikon nga brenda, ti ke vendosur jetën tënde në duart e Perëndis për të ardhmen e jetës tënde. Çdo gjë që është ndërtuar në këtë botë, edhe në Bibël thuhet, do qash me lot, po do korrësh me gëzim. Dhe ka kuptimin që jo gjithmonë ka qenë e lehtë. Ne filluam 4 veta në Libonik, edhe sot po flasim për një komunitet që në regjistrimin e fundit të censusit i kalonte 1000 besimtar, nuk e di sa i saktë është, po them për zonën time, nuk dua të hyj në debate të tjera që i kalonte të regjistruar 1000 besimtar, dhe unë e di që ne jemi vetëmjakisht në atë zonë. Kjo tregon që Zoti është duke punuar në mënyrë të mrekullueshme, por nuk është e lehtë të mbjellësh. Sepse do vi dhe dimri. Shërbesa, unë them që ka 4 stinë. Ka stinën e pranverës, kur gjithçka duket e bukur dhe ty në shërbesë me një zemër plot, po gjatë rrugës ti shikon pengesat dhe vjen dimri, ku gjithçka mbulohet nga idhërimi, trishtimi dhe dëbora. E rëndësishme është të dish të dalësh nga gropa të tilla, sepse nëse nuk del, do jetë një dështim edhe do jetë një peng në zemrën tënde për tër jetën. Unë dua të them një nga gjërat që ne kemi kaluar, për shembull vetëm në vitin e fundit, na ka vrarë mua dhe gruas time disa thashetheme që ishin ekstrem. Edhe në zonat e vogla thashethemet janë më të fuqishme se në zona si Tirana apo Korça. E di pse, sepse njerëzit e njohin njëri tjetrin dhe kur dëgjon disa histori që s'janë të vërteta, ti vërtet prekesh në zemrën tënde. Gjithmonë reagimi tënd është që të përballesh me këta njerëz. Edhe ky është gabim i madh. Është shumë gabim i madh. Zojshtë do fluturojnë mbi kokën tënde. Rëndësishme është të mos i lejosh të krijojnë folem mbi kokën tënde. Idhërimi do fluturojnë mbi kokën tënde, mos e lejo të krijojë folem në zemrën tënde. Dhe një nga gjërat më të mira që më ka ndodhur ka qenë gruaja që kam pasur afër, e cila më ka bërë gjithmonë lere, harroje, Zoti do qetësoj stuin. Kemi nevojë për miqë dhe shok në situata të tilla që nuk na lejnë të zhyten më thellë, po të dalim më lart. Nuk mund të them situatë konkrete, se nuk dua të përmend asnjë gjë të tillë, por jam i sigurt që opinioni vret shumë shërbestar në Shqipëri në ditët e sotme. Dëgjoj, uqrit në Bibël dolën edhe nga brenda. Kjo nuk do të thotë që s'ka jashtë, e kupton. Sulmen mund vinë edhe nga armiku i brendshëm edhe nga armiku i jashtëm. Këtë kohë ne në kishën tonë jemi duke studiuar librin e Nehemias. Edhe tek libri i Nehemias ne shikojmë Tobiahun, Uriahun dhe Sanabalatin, që ishin 3 armiq që e ndikuan Nehemia në atë lloj mënyre ta dekurajonin që ky mur nuk ndërtohet. Muri i Jeruzalemit nuk mund të ndërtohet. Dhe ata bën çmos, pothuajse gjysma e librit të Nehemias flet për këta 3 armiq. Dhe në një moment Nehemia nuk dorëzohet, ai vazhdon ndërtimin dhe arrin deri në gjysmën e murit. Në këtë moment amonitët, arabët dhe Tobiahu, Sanaballati dhe Uriahu bashkohen së bashku. Edhe armiku i jashtëm, edhe armiku i brendshëm bashkohet së bashku prap për të dekurajuar Nehemian. Ajo që s'u ndërtua në 100 vjet, për shkak se Nehemia tha, unë ju luta Zotit dhe Zoti ynë është i madhërisëm, ai e fitoi betejën. Nëse do kishte marrë një vendim
edhe do kishte thënë do luftoj me Sanaballatin, Uriahun dhe Tobiahun, Amonitët dhe Arabët që po vinë kundër meje, ai nuk ishte për ta fituar këtë betejë. Sepse betejë më e madhe nuk është me opinionin, betejë më e madhe është me shpirtin e njeriut. Ai deshte të fitonte një komb që do t'i rezistonte edhe ditës së sotme. Muret që ndërtoi Nehemia në atë kohë janë akoma në Jeruzalem sot. Edhe kjo është ajo që unë dua të them. Nëse fokusi ynë është tek puna e Perëndisë dhe tek ajo që Perëndia po bën, pavarësisht armiqve, thashethemeve apo çdo gjë tjetër, harroj, leri më njanë, unë ju luta Zotit, Zoti do më ndihmoj, tha Nehemia. Nëse i do njerëzit, ti do kuptosh edhe situatën në të cilën ata ndodhen. Edhe unë do të flas se si Perëndia më ka folur për të hapur shërbesa nga më të ndryshmet. Unë pash një nevojë, pash fëmijë të cilët nuk shkonin në shkollë, komunitete të marginalizuara dhe njerëz që nuk kishin mundësi të vazhdonin të ardhmen e tyre. Dhe i thash kishës time, ky është një problem, a mund të bëjmë ne një gjë për këta fëmijë. Dhe pash 4-5 njerëz të cilët ishin gati të fillonin një shërbes me këta lloj njerëzish. Kur ne nisëm këtë shërbes, që është qendra jon ditore, ne nisëm këtë shërbes me afërsisht 90% atyre fëmijëve të paregjistruar në sistemin 15 vite më parë, po flasim, në sistemin arsimor, në çdo lloj regjistër shtetëror, dhe sot kemi një qendër ditore për fëmijët e rrugës dhe për fëmijët e vetmuar dhe çdo gjë tjetër që pothuajse 100% e tyre vazhdojnë shkollën dhe kemi pasur histori të jashtëzakonshme suksesi të këtyre fëmijëve. Pra, nëse ne nuk e kishim para atë nevojë, gjërat nuk kishin për të ndryshuar. Hapi parë në një shërbes është shiko nevojën dhe vepro sipas nevojës. Her pas here ti flet me fjalë për dashurinë, por nga njëherë njerëzit kanë dëshirë ta shikojnë dashurinë në veprim. Edhe kjo është një nga gjërat se si Perëndia vepron. Ndihmo komshiun tënd, ndihmo njerëzit e tu. Je një zë i fortë në komunitet për të gjithë ata që nuk kanë një zë për të folur. Luaj një ndeshje futbolli me ata njerëz. Edhe Enkelejda do them një gjë që është e nevojshme në Shqipëri në ditët e sotme. Jeto me ata njerëz. Unë dhe nusja ime kemi pasur mundësi të jetonim ku të deshim në këtë jetë që kemi pasur në këtë planet. Por kemi vendosur të ndërtojmë shtëpinë tonë në Libonike dhe në Maliq, aty ku janë njerëzit. Sepse nëse nuk jeton me njerëzit, është e pamundur që ti të kuptosh se si janë ata. Ti duhet kalosh një mbrëmje, duhet kalosh një natë, duhet shikosh fermerët në fushë përse vuajnë, duhet bësh një studim biblik me ata fermerë. Jeto me ta, bariu mban erdele, që ka kuptimin, një bari nuk e drejton tufën e ti duke ndëjtur përpara televizorit apo përpara kompjuterit. Nuk është digital bariu. Bariu qëndron me delet e ti, kullot delet e ti, qëndron me ta, është një libër shumë i njohur që thot bariu mban erdele, që ka kuptimin ti duhet marrësh erën e atij komuniteti ku jeton. Kur unë fillova një qendër rezidenciale për fëmijët jetim, edhe për ata fëmijë që kishin kaluar trauma në jetën e tyre, dikush na ofroi mundësinë, shiti shtëpinë e tij dhe na ofroi mundësinë ta nisnim këtë punë duke përdorur legët që ai shiti shtëpinë për të hapur një shtëpi për fëmijët. Për 6 muaj unë u përpoqa me fuqitë e mia që ta filloja atë qendër, po ishte e pamundur dhe nuk gjeja shtëpi për të blerë. Më në fund, dikush në qytet vendosi të shiste atë vilën, shtëpinë e tij të re që kishte. E thash është mundësi perfekte për të shpenzuar këto para dhe për të filluar këtë punë. Ditën tjetër, ai rriti çmimin me afërsisht 30 milion lekë të vjetra, 3 milion lekë të reja, e rriti çmimin e asaj ndërtese, po unë kisha kursyer për të mbajtur këtë shërbes për një vit. Dhe nuk desha ta blija, gjithmonë e kisha parimin që unë duhet të mbaj një vit më njanë derisa Zoti të sigurojë që kjo shërbes të vazhdoj. Por ai tha jo, shtëpia im, bisedova me djemtë e mi dhe shtëpia ime kushton më shumë. U dekurajova. Thash nuk jam unë për këtë punë. Nga ana tjetër ai person që kishte shitur shtëpinë thashte e bleve shtëpinë. Isha i dekurajuar, thash ndoshta Zoti do një person tjetër për këtë punë, nuk jam unë për këtë punë. Atë natë një shoku im, Adi, që më telefonoi nga Chicago, më pyetja e bleve shtëpinë. Po thuaj se më telefonuan shumë njerëz atë ditë, a e bleve shtëpinë, se ishin
të fokusuar tek ajo çështje. I thash nuk e bleva dot, ai person ndryshoi prap mendje. Jam shumë i dekurajuar tani pas 6 muajsh. Ai tha, Zoti ka një gjë më të mirë. Edhe të tjerët thanë, o bobo, po e mbaj mend çadi, tha, Zoti ka një gjë më të mirë se kjo që po kërkon ti. Edhe tash, a jeton në Chicago, unë jetoj në Maliq, unë e di më mirë se çfarë ka në këtë qytet, nuk ka shtëpi të tjera për të shitur çfarë po më thot ky. Ditën tjetër në mëngjes një zyrtar më mori në telefon dhe tha, e bleve shtëpinë. I thash jo, sepse personi ndryshoi mendje dhe kërkon më shumë lek, dhe unë nuk i kam. Ai tha, shumë mirë. I thash, nuk është mirë fare, ti nuk e di në çfarë problemi jam futur tani nga presioni donatorit. Tha, jo, është shumë mirë. I thash, nuk është mirë fare. Ore, tha, do t'i mbash kuaj ti apo jo? I thash, po mirë, më thuaj çfarë ka. Tha, e shikon atë shtëpinë për xhamin në fund të qytetit? I thash, dëgjoj. Unë nuk ble dot gjysmën e asaj, jo të ble atë. Tha, po tha, ti e ble, tha. Jo, i thash, nuk e ble dot. Ore, tha, dëgjoj mua, ai person e ka lënë në kolateral, telefono bankën. Telefonova bankës, edhe ai tha, kemi 6 oferta, edhe unë mund të dërgoj dokumentat, tha, po përse e do shtëpinë? E do për shtëpi? I thash, jo. E do për hotel? Jo. E do për biznes ta? Jo, i thash unë, po përse e do, tha? I thash unë e dua për të hapur një qendër rezidenciale për fëmijët tim. Vërtet, më tha mua? Po. Prit pak. Nga ora 2, mbas dite, mori përsëri në telefon edhe më tha, nëse ti e ble atë me 4.200.000, është borxhi që ai person kishte ndaj nesh. Shtëpia është juaja në emër të fondacionit, ky është kontributi ynë, një shtëpi që kushtonte ndoshta 4 fishin e asaj që unë kisha planifikuar, ky është kontributi ynë ndaj atij fondacioni dhe Perëndia siguroi më shumë. Jo vetëm kaq, po ne kishim lek të blinim dhe një kishë në Maliq, për pothuajse me të njëjtin çmim në të njëjtën mrekulli si ajo e para. Këtu kuptova se partneri në shërbesën tonë nuk është njeriu. Partneri në shërbesën tonë është Zoti. Atë që nuk e bënte dot njeriu e bënte Perëndia. Dhe shumë më mirë se njeriu. Unë besoj dhe shpresoj në qoftë se zemra e tij digjet për Perëndin, dhe vërtet digjet për Perëndin, ky është një moment për të kaluar një kohë në lutje dhe për të kërkuar zemrën e Perëndis në atë vendim që ai po merr. Në qoftë se zemra e tij digjet për njerëzit që ka rreth e rrotu edhe për komunitetin e tij, ky është momenti të ulet në gjunjë edhe të kërkojë që Zoti ta përdorë atë për lavdinë e tij. Por në botën e sotme, nganjëherë edhe kisha mund të komercializohet, që ka kuptimin, mos kërkon një karrierë, nuk është karrierë shërbes ndaj Perëndis. Është shërbes që ka kuptimin i pari duhet jetë i fundit. Edhe nuk është interesi yt që prevalon mbi interesin e të tjerëve, por është interesi i të tjerëve që prevalon mbi interesin tënd. Ajo që Krishti tha se nuk ka dashurinë më të madhe se kjo, se ai që jep jetën e vet për dikë tjetër, kjo është thirrja më e lartë që njeriu mund të ketë. Gjithashtu në fjalën e Perëndis, ne kuptojmë që Krishti na thret të marrim kryqin ton. Të marrësh kryqin do të thotë të marrësh dhimbjen, të marrësh lotët. Kur Perëndia flet për mbjelljen e një komuniteti të ri apo një kishe të re në komunitet, ai thot do mbjellësh me lot, do korrësh me gëzim. Pra në të gjitha rastet, Perëndia nuk thot që shërbesa është një fushë me lule. Nganjëherë në botën e sotme kështu duket, sepse protagonizmi është duke vrarë krishtërimin në ditën e sotme. Njeriu i cili përpiqet çdo ditë të tregojë veten si protagonist në shoqëri, po jo protagonist në jetë ndryshimin e njerëzve, nuk është mënyra se si Perëndia i përdor njerëzit. Perëndia ka përdorur gjatë gjithë historisë njerëz të ndryshëm që nuk e kanë pasur protagonizmin, rolin kryesor në jetën e tyre. D.L. Moody në Chicago, një shitës këpucësh që Perëndia e përdori në shekullin e 19 për të ndryshuar jetën e një qyteti të tërë. Pse? Sepse thirrja e Perëndis prevalonte mbi çdo lloj interesi të jetës së tij. Në ditët e sotme Perëndia thret njerëz të ndryshëm, sepse ai kërkon zemrën e një shërbëtori i pari të fundit. Miku ju na inkurajoi sot që ashtu si Nehemia të mos shpërqendrohemi nga armiqtë e jashtëm, apo edhe nga armiq që mund të sillen si miq, por në lutje të kërkojmë Perëndin.
Le ta mbajmë fokusin tek thirrja që na ka dhënë Perëndia dhe të ecim së bashku me të me një zemër shërbëtori ku i pari të jetë i fundit. Perëndia nuk na thërret në konfuzion, ai na thërret gjithmonë në përputhje me fjalën dhe vullnetin e tij. Ai pret që ne të jemi besnik ndaj asaj që ai na ka besuar. Si dhe jonë sot për shumë besimtarë nuk është mungesa e thirrjes, por tundimi për ta lënë atë për gjysmë. Nehemia na jep një shembull të fuqishëm të përqendrimit shpirtëror. Përballë kundërshtimeve dhe ftesave nga modinaket për të larguar nga puna që Perëndia i kishte dhënë, ai përgjigjet me shumë urtësi. Unë jam duke bërë një vepër të madhe, nuk mund të zbres. Sepse pse të ndalet puna, ndërsa unë e lë atë të zbres tek ju? Nehemia e kishte fokusin tek qëllimet dhe planet e Perëndisë. Kjo është zemra e njeriu që e njeh thirrjen e Perëndisë. Nehemia nuk u shpërqendrua nga zhurma, nga frika apo nga presioni. Ai e kuptoi se largimi nga thirrja do të thoshte mosbindje. Thuaj sot jo çdo gjë që të largon nga vepra që Perëndia po bën në ty dhe përmes teje. Qëndro në heshtje në prezencën e tij. Vetëm në prezencën e tij do të mësosh të dallosh qartë se çfarë është e përkohshme dhe çfarë është e përjetshme. Merr një moment sot dhe thuaj Zotit: "Më zbulo çfarë po më shpërqendron. Më zbulo ato gjëra që më kanë vjedhur kohën e po më bën që ta lë për gjysmë thirrjen tënde." Deri në takimin ton të ardhshëm, lutem që të ecni përpara në thirrjen tuaj me paqe në zemër, me qëllim në mendje dhe besnikëri pa kushte ndaj Perëndisë, pa u shpërqendruar dhe pa u kthyer pas.